Besoj që në këtë drejtim ka shumë vija të rrëfimit. E para që e tha Ismaili, gjykata është themelu, domethënë nga Kuvendi i Republikës Kosovës, është ndryshuar kushtetuta, është bërë ligj për dhomat e specializuara, për kundër mundësisë dhe veprimit të saj juridik dhe kështu fizik në territorin ndërkombëtar, por që bazë përveç normave juridike ndërkombëtare janë edhe ligjet e kushtetuta e Kosovës. Në këtë kontekst, anomalia e parë është që nuk ka llogaridhënie. Do të thonë, unë kam qenë për 5-6 vite në kuvend dhe asnjëherë të vetme nuk ka qenë një kanal i komunikimit midis kuvendit dhe gjykatës si institucioni bazë ku llogaridhënie ka. Nuk ka pas mundësi, do të thonë, të adresohet ajo. E dyta, ne kemi tentu, besoj e kujtoni edhe kryetari i kuvendit ka qenë në vizitë atje, edhe ne si Komision për të drejtat e njeriut kemi qenë atje, disa prej deputetëve të partive të ndryshme. Dhe qëllimi kryesor ka qenë në atë kohë që të kuptojmë prej afër se shkeljet e vazhdueshme të drejtave njerëzore, sepse e thatë edhe ju, komplet procesi ka nisë nga një raport për shtëpinë e verdhë, për trafikim të organeve, e cila është në Shqipëri, dhe shumë, domethënë, çështje që lidhen, domethënë, rreth asaj shtëpie, dhe pastaj rrugës. Kemi pa anomali të tjera. E para 1-2 vite më shumë i kanë marrë njerëzit që tha Ismaili, ajo është para burgima, çka është, sepse ti s'ke pas verdikt për me i majt njerëz aty. Dhe 2 vjet e sa me i majt njerëz derisa ti mbledh prova, evidenca ose çka do të qoftë tjetër, është absurditet i llojit vet si e para. E dyta, që aty vjen edhe marshi jon faktikisht. I pari, kur fillon faza zyrtare, para fillimit të fazës zyrtare të gjykimit, që kemi kërku që procesi të jetë i drejtë dhe të jetë fair. Ndërkohë, ka qenë rastet kur Trandafilova ka në Kosovë dhe ka dalë ka folë, përderisa asnjë gazetar dhe asnjë përfaqësues i organizatave qeveritare që mirën me të drejtat e njerëzit nuk kanë pasur mundësi të ja bëjnë një pyetje të vetme, sepse e kanë pas të ndaluar. Shikoni, ajo veç, domethënë, institucionet, jo vetëm në Kosovë dhe jashtë, llogari japin. Secili institucion dhe Kosova i ka të ndara pushtetet. Domethënë, ne si politikë si dashme u përzit në drejtësi, por llogaridhënie ka, për proceset e caktuara. Kjo gjykatë llogaridhënie nuk ka pas në asnjë lloj drejtimi. E njëjta ka ndodhur me avokatin e popullit. Avokati i popullit nuk ka pas, për shkak të jurisdiksionit të saj ndërkombëtar, nuk ka pasur mundësi, domethënë, të ketë qasje. Së voni ka shkuar shumë më shpesh, edhe ai ka parë, domethënë, në proceset e caktuara me shkeljet e të drejtave njerëzore, por që me pa mundësi që ti adresoj ato. Çka po ndodh tjetër, çka ka ndodhur tjetër që e ka ndikuar, mendoj që Edi Rama ka pas një adresim në Këshillin e Evropës, besoj e kujtoni, pikërisht për idenë e shtëpisë së verdhë, sepse ajo e ka implikuar edhe Shqipërinë. Po njëkohësisht, problemi që ne nuk kemi bërë mjaftueshëm si shtet për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës, që pastaj me automatizëm të jemi pjesë edhe e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, që pastaj me automatizëm ata njerëz që janë në Hag kanë mundësi dhe dirë të hapur që dhe vetë i adresojnë shkeljen e të drejtave njerëzore, domethënë në Strasburg. Kjo pastaj ka komplikuar të gjitha gjërat. Dhe tash unë këtu nuk mund të qes as, si them, para tavolinës dhe para gjyqit dikë më shumë e dikë më pak se kush çka është dashur të bëj. Por për neve këto krejt janë pyetje pa përgjigje në fakt, me qenë se ajo gjykat është themeluar, prapë e them, me mirëbesim dhe njerëz të cilët ballhapur, do të thonë, e kanë ditur që mund të ballafaqohen me çdo proces sepse ne nuk jemi në rolin e agresorit, dhe kjo është fare e thjeshtë. Kush do të mi bëj këtë pyetje? Kush do të, a është qeveria, a është kuvendi, cili institucion? Ne e kuptojmë që gjykata speciale i ka të gjitha mekanizmat e vet, nga gjykata themelore, supreme, kushtetuese, avokatin e popullit e ka të vetën e krejtë. Krejti ka të vetat. Ama llogaridhënie s'ka dhënë kërkun. Kush duhet... Ideja është kush duhet mu anku, në fakt, duhet qeveria, kuvendja, ka duhet mu drejtu, na kemi po atje edhe gjërat çuditshme, për shembull, njëri prej dëshmitarëve më kujtohet, ka thënë që mu kanë bo zullëm se unë im shku i veshtë edhe i madht, edhe ma kanë morë më zotin. Ka kësë lloj kështu skandale, nëse muj me thonë në botën e ligjit ose fokusit ty nëse për shka thirën atje, po
menoj që... Falë Ismail, po du të me koni regulator, du të me Po, koni dikush që... Që kjo motori ku ka Që mundur. shyra, mire ke bota, këna aprovu, kënë regullë. Mrena, për e përsëris, mrena demokracisë liberale gjithmonë ka mekanisma. Dhe e fundit është zoni qytetarë, që edhe e lunë rolin shumë të rëndësishëm. Po besoj që me këtë gjykat nuk jem mrena parametrave të demokracisë liberale. Unë menoj që jem mrena një pseudo-liberalizmi që ma shumë gre ka totalitarizmi. Veç për javë rikthej një mega skandal, një skandal që së cillit njeri profesional që meret me juridiken, Janol Frymen, ajo është raportimi i medjave që Jack Smith thot që ata do të dënohen përjetësisht në komunikim. Tash paramendon një krye prokuror që verdikti, do më thonë prezumimi pafajësisë, që është esenca e demokracisë liberale, e bon të kundërtën, thuti jem na në Koretë veriut atje, sepse është një dallim esencial, edhe këto po e përsëris. Mrena demokracisë liberale, njeri ju është i pafajshëm deri në verdikt, deri në vendimin final. Deri sot im shënë që kishit taj. Në shoqëni totalitare, njeri o i fajshëm deri në verdikt, do të thotë vendimin final. Dhe këtu është përmbys që kjo qëto premisa, jonë përmbys. Që kjo rendi që është regulohet. E kini Jack Smith që komunikon edhe thëtë ta kanë mu dënu përjetësisht. Dhe thëtë e paragjykon verdiktin vendimin final. Kjo nuk bëvaki në sistemet demokratike. Na që apo mundohem me artikulu e me rithon, është që, okej, na po evidentojmë se cilën shkelje. Që kjo shkelje kish me qenë mega skandal në se cilën civilizim perëndimor. Këto nuk ta kish përbi asë një shoqëni normale në Evropë. E pse duhet me përbi na, s'pe kuptoj. Apo nështa është trajtimi në sytë e tyre që na bojnë neve si qenje inferiore, si njerëz të dorës 10 atje dikon, ose si njerëz gjysëm primitiv, se po i shti krejt në thojza se me këto kategori mo civilizimi perëndimor nuk operën. Unë po e rikthej, edhe po më duhet me i shti në thojza, qaq po më vjezër me i thone ata pi bojnë. Dhe thot, mënyra se qysh e kanë trajtu këtë shoqëni është shqetësuese. Mënyra se qysh o vendos premisa për me pas qasje në raport me drejtsin të qytetarët është shumë shqetësuese. Mënyra se qysh është fut në luftë vetëm UÇK-ja prej mas lufte, 20 e sa vjetë, ushtarët e UÇK-s presin në rënë për gjykata. E u lekse, e unë mike, sa lustro e biri drejtshit e kush qohët, jerëm, merret me UÇK-n. Do thot me një projekt shumë të rëndësishëm të shqiptarëve. Me një projekt që vjen si rezultati mbrojtjes shtëpisë të Pragut. Me një projekt që vjen si rezultat i teprimit radikal të dehumanizimit kësaj shoqënie për regjimit Miloševićit. Edhe kur e merr edhe asimetrin e gjyqeve që i bëhet agresorit edhe viktimës, është të mërshëm, flok përpjeçkojnë. Do thotë, asë një shoqëni normale nuk i përbin këto qka po i bën gjykata speciale.